Një ngjarje e rëndë është regjistruar mbrëmjen e 9 majit në autostradën Mamura-Slaç, pranë kryqëzimit të Sanxhakut, ku është dënuar brutalisht ish-kryetari i Partisë Demokratike në njësinë administrative të Dajçit në Zadrim të Lezhës, Sokol Toma, 53 vjeç. Në Lezhë është ngritur një grup hetimor në drejtimin e prokurorisë për të hetuar rastin e rëndë të dhunës ndaj ish-kryetarit të Partisë Demokratike në njësinë administrative të Dajçit në Lezhë, Sokol Toma. Ngjarja ndodhi 2 ditë më parë në autostradën Mamura-Slaç, në afërsi të kryqëzimit të Sanxhakut, ku shteta sende të paidentifikuar i kanë prerë rrugën dhe kanë goditur me sende të forta, duke shkaktuar plagë të rënda dhe pastaj janë larguar nga vendngjarja. Toma u konstatua në makinë në gjendje shoku nga kalimtarët dhe u dërgua me urgjencë në Spitalin e Traumës në Tiranë. 53 vjeçari ndodhet i shtruar tek ortopedia pasi ka dëmtime në këmbë dhe prerje në vesh. Po ashtu është raportuar se autorët i kanë marrë edhe telefonin. Hetuesit e ngjarjes kanë sekuestruar pamjet filmike të kamerave në një territor të gjerë, edhe po kryen një sër veprimesh të tjera hetimore me qëllim zbardhjen e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimin e autorëve.